Inspektorati Kombëtar për Mbrojtjen e Territorit IKMT ka pranuar zyrtarisht probleme strukturore në projektin Durrës Marina, pasi 2 godina banimi në zonat A02 dhe A04 kanë pësuar ulje të konsiderueshme. Sipas raportit topografik të Institutit të Ndërtimit, objekti 02 është fundosur në 28 cm, ndërsa objekti 04 me 18 cm. Të 2 godinat janë pjesë e fazave të para të ndërtimit dhe përfshin deri në 10 kate mbi tokë dhe 1 kat nën tokë. IKMT ka kërkuar kompanisë zbatuese të marrë masa urgjente për projekt përforcime teknike që të garantojnë stabilitetin dhe sigurinë e strukturave. Projekti Durrës Marina, i promovuar nga kryeministri Edi Rama dhe investitori arab Mohamed Al Abar, është prezantuar si një investim strategjik me vlerë 3.2 miliard euro në zonën e portit të Durrësit. Megjithatë, denoncimet publike dhe raportimet mediatike kanë ngritur dyshime se në ndërtim nuk janë përdorur pilotat e thella të nevojshme për terrenin ranor pranë detit, çka dyshohet se ka sjellë fundosjen e godinave. Edhe pse në fazën e parë ishte premtuar ndërtimi i rreth 1680 apartamenteve, deri tani janë përfunduar vetëm 3 godina. Sipas të dhënave financiare për vitet 2023-2024, në projekt janë shpenzuar rreth 41 milion euro për punime, ndërsa pjesa më e madhe e financimit është siguruar nga shitja e apartamenteve në fazë projekti dhe jo nga kapitali i vetë kompanisë. Situata ka ngritur pikpyetje të forta mbi përgjegjësinë e projektuesve, kompanisë zbatuese dhe institucioneve shtetërore që kanë mbështetur projektin. Kritikët kërkojnë hetim të plot teknik dhe financiar për të përcaktuar nëse janë respektuar standardet e ndërtimit dhe kushtet ligjore të sigurisë.